konkretisht tani, çfarë po printoni? Kjo makineri ka procedurën e printimit të adhezivit dhe në këtë moment po printojmë një projekt të një klienti. Në çfarë përmasash? Për çfarë përmasash bëhet fjalë projekti? Kjo është një përmasë e vogël me dimensione të vogla, po që kualiteti e ka cilësuar klienti duhet shumë e pastër dhe shumë e qartë. Dhe tani dhe komandën, besoj, po? Po, tani dhe është komandën për të printuar. Dere po ju shoqërojmë dhe ne të marrim të proces pune. Bëhet fjalë për një pejsazh, po, me sa shoh? Kjo është një pejsazh. Një vendlindje të klientit. Dhe shoh që makineria ka një shpejtësi të madhe për disa sekonda e realizon printimin, apo jo? Po, makineria është teknologjia fundit dhe i suporton të gjitha, shpejtësi të lartë plus një cilësi shumë të pastër. Është në fazën përfundimtare, Alessio, apo jo? Apo përfundoj? Kjo është fazën përfundoj, ti që shikon dhe vetë imazhin, është gati sikur të jetë e vërtet. Po, cilësia është perfekte. Cilësia është perfekte. Dhe ky adheziv është për të ngjitur në ambientet brendshme, me sa. Apo jo? I duhet klientit, i duhet në ambientet e brendshme si shtëpi. Okej. Mirë, falenderoj Alessio, falenderit. Futëm edhe adhezivet murale, që në qytetet vendimore, këtojnë edhe karnavaca, foto të personazheve, do të thënë që dalin cilësi shumë e mirë, printohen edhe kartvizitat me gorma shumë të vogla, domethënë dalin shumë qartë dhe shumë pastër. Kjo është makineria që del, domethënë gjithçka shumë e qartë. Falenderit shumë, punë të mbar, punë të mbar. Faleminderit.